بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Pas përfundimit surës Ar-Rahman, vazhdojmë me komentimin e surës Al-Waqi'a, e cila flet për kiametin, për ndodhjet e kiametit, ka të bëjë me vdekjen, me gjendjen e besimtarëve dhe jo besimtarëve, para se më dal shpirti edhe masi që t'ju del shpirti. Kjo surë, sikurse edhe surja Ar-Rahman, është prej sureve mekkase. E transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij një hadith nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot, e ka pyet Abu Bekri radhiyallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë: ja Rasulullah, qad shibta, o i dërguari i Allahut, po e vrej se të kanë dalë disa qime të bardha, je zbardh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Thot, më kanë zbardh këto sure: surja Hud, surja Al-Waqi'a, Al-Mursalat, amma yatasaalun, edhe idha ash-shamsu kuwirat. Janë surat që flasin për ndodhjet e ditës gjykimit, për kiametin, edhe çka ka mas kiametit, për vdekjen, për ringjalljen, për llogarin. Këto sure e kanë zbardh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse që transmetohet prej sahabive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas shumë qime të bardha, ka pas numruar, kanë mujtë edhe më janë numruar, pak në kokë, edhe pak në ikër. Prej sahabive Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu tregohet se nuk ka ra me flajt asnjë natë, vetëm se i ka lexuar këto sure: Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiya, edhe surën Al-Waqi'a. Çdo natë transmeton Ibn Abi Shayba në musannifin e tij që i ka lexuar këto 3 sure çdo natë para se me ra me flajt. Edhe ka transmetime të cilat nuk janë sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thotë se kush e lexon surën Al-Waqi'a para xhumit, që e mbron Allah azza wa jall prej fukarallëkut, prej varfrisë. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: idha waqa'at al-waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Kur të vjen dita edhe të ndodh kiameti, nuk ka kush prej njerëzve, as e gjenve, as krijesave tjera që e ndalon ato. Nuk ka kush që e ndalon. Edhe nuk ka kush që e përgënjeshtron. Nga se ne e dim që kufarët e Mekës, kjo surë është mekase, edhe ka zbrit para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë mohu ringjalljen edhe llogaridhënien. Allah i thot: leysa li waqa'atiha kadhiba. Kur të shohin ata, s'ka asnjë nefs, asnjë njeri i cili e përgënjeshtron atë. Realitetin asaj ndodhje të madhe, nga se siç thamë ata kanë pretenduar, thot Allah azza wa jall: za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Kjo ka qenë domethënë mendimi i tyre dhe besimi i tyre, pretendimi jo besimtarëve, që kanë thënë që nuk kena më ringjall para Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërsa Allah i thot: wara al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha. A ditë kanë me pa kriminalt zjarrin e xhehenamit, edhe kanë me u bind që kanë me hinta. Leysa li waqa'atiha kadhiba, nuk ka kush që përgënjeshtron atë. Khafidatun rafi'a. Ky kiamet është dita kur disa njerëz ngriten edhe disa tjerë ulën. I ul Allah azza wa jalla dhe ngrit disa njerëz. I ul kufart edhe i fut në xhehenem, edhe i ngrit besimtarët. Siç thot Allahu xhalla xjalaluhu: yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ajo është dita kur disa fytyra zbardhen edhe disa tjera nxihen. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma që zbardhen fytyrat e ahlus sunnetit, pasuesët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nxihen fytyrat e bidaxhive, njerëz që kanë shpik në fenë e Allahut edhe kanë kundërshtuar librin e Allahut dhe pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kjo ndodh idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Kur tundet toka me dridhe shumë të forta dhe shkatërrohet çdo gjë
çka është mbi tokë. Dhe kur kodrat bëhen copë edhe thërmi, kodrat e mëdhaja, cilat janë argumente të mëdhaja që Allah Azza wa Jalla ekziston, bëhen copë edhe thërmi. Që pe krijesat më madhështore. Tash paramendoni çka bëhet me njerëz, edhe me kafsht, edhe me shtëpiat, edhe me krijesat e tjera. Fekanet haba'an munbatha. Qatë shumë coptohen, sa që bënë si kur plohur i shpërndar. Plohur i cili shijet ka njerë kur bjen drita një plohur i vogël, që me nëzësyni e shetë, që ashtu subhanallah bënë kodrat edhe malet. E pastaj Allah subhanahu wa ta'ala flet për njerëzit dhe ndarjen e tyre në ditën e gjykimit. Dhe të regon se jo besimtarët janë një grup i madh, ndërsa besimtarët janë dy grupe apo dy llojet të besimtarëve, që hynë xhenet, edhe pjesa e parë edhe pjesa e dytë. E përmendim shkurtimisht te sureja Ar-Rahman, që Allah ka ndarë dy kopshte për këtë kategorinë e parë dhe dy kopshte për këtë kategorinë e dytë. Wa kuntum azwajan thalatha, dhe jeni tre lloje, tre grupet njerëzve. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Allah Azza wa Jalla përmend, thot njerëzit e të djathtës, e sa njerëz të mirë dhe sa fat mirë që kanë këta. Njerëz që kanë pas iman dhe vepra të mira. Kategoria e dytë janë njerëzit e të majtës. Është për qëllim që e marrin librin e veprave të tyre me dorën e djathtë ose me dorën e majtë. Po edhe në ditën e gjykimit ndahen në dy grupe. Was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Edhe ata lloji më i mirë besimtarëve, të cilët gjithmonë janë shtyë dhe kanë vrapun punë të mira. Që ka urdhëruar edhe Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqu al-khayrat, shtyjuni punë të mira, wasari'u ila maghfirah. Nxitoni, shkoni sa më shpejt te mëshira Allah subhanahu wa ta'ala. Këta janë domethënë njerëz të kryesor edhe njerëz të më dashur të Allah subhanahu wa ta'ala, ku ndërta e dim rastin e Hamdhalas, një sahabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili është martu. Edhe natën e martesës ka ndodhur një luftë, prej luftave që kanë qenë mes besimtarëve dhe besimtarëve. Edhe ka dalë çashtu. Ka qenë gjunubi pa pastërt dhe ka dalë edhe ka luftuar në rrugën e Allahut dhe është vrarë. Do të thonë ky është një shembull i këtyre sabiqin dhe muqarrabin dhe njerëzve të afërt Allahut, që kur do të kërkohet prej tyre diçka e hajrit, diçka në rrugën e Allahut, çka do qoftë ajo kohë, me nda kohë për rrugën e Allahut, qoftë ajo pasuri, me nda pasuri. Çka do të kërkohet, ata janë të partë që vinë me ta. Këta janë njerëz më të afërt Allahut subhanahu wa ta'ala. Ulaika al-muqarrabun, më të afërtit fi jannatin na'im, xhenetin kopshtën cilat ka shumë mirësi ndryshme. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Për këtyre sabiqin dhe muqarrabin dhe njerëzve më të afërt, Allah thot, është një pjesë shumë e madhe e njerëzve të parë, njerëzve që kanë qenë sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe sa më afër pejgamberëve të tjerë. Po flasim në kohë, sa më afër në kohë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një pjesë tjetër shumë e vogël për njerëzve që janë më të vëndshëm. Domethënë, mundësia me kom për këtyre sabiqin dhe muqarrabinëve është më e vogël. Ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Allah thotë që ata që ndrojnë xhenete në shtretër të qëndisur prej arit dhe janë në mirësi të plota, ku ulen edhe përballë njëri tjetrit, edhe secili shikon tjetrin në fytyrën e tij. E që edhe kjo në dynja është prej edukatës që mos me ja kthy shpinën ndikujna. Po kur të ulen njerëz, më ul përballë edhe me shikon njëri tjetrin. Edhe kjo patjetër që nuk mungon në xhenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Yatufu alehim wildanun mukhalladun. Për rreth tyre sillen disa djelmosha të rinj, edhe shumë të bukur, cilët Allah i ka kriju me shërby. Edhe janë të përjetshëm ose të përhershëm në rininë e tyre. Gjithmonë qëndrojnë të ri, nuk plakën. Saqë edhe ai i cilit i shërbejnë kënaqet duke i pa djem të ri të i shërby. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. I shërbejnë me lloje ndryshme të pijeve, me gota, me ibrika,
me verë e cila buran. La yusaddi'una anha wala yunzifun. Nga se Allah thot ajo verë cilën e pinë ata, prej saj nuk i kap as kokdhimbja, as nuk i ik truni. Nga se janë xhenet. E vera e xhenetit dallon shumë me verën që e pinë njerëz këtë dynjë. E po ashtu për mirësive të saj që kanë përmend dietarët është që edhe nuk kanë nevojë me vjell ata. Ka për njerëz që kanë nevojë me vjell kur të pinë. E po ashtu edhe njerëz çka do të pinë urinojnë. Edhe kjo nuk kanë nevojë për urinim në xhenet. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Edhe në xhenet ka fruta ndryshëm, çka do që të zgjedhin ata. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ka edhe mish të shpezve prej llojeve të ndryshme që ju pëlqen atyre. Prej llojeve të ndryshme, të cilat ju pëlqejnë atyre. Wa hurun 'ain ka'amthali al-lu'lu'i al-maknun jazaan bima kanu ya'malun. Ka po ashtu edhe gratë bukura me sy të mëdhenj dhe të bukur, të cilat janë sikurse margaritara që ruhen shumë mirë në këtë dynjë, ashtu janë edhe ato të rujtme, edhe nuk i prek askush përveç burrave të tyre. Jazaan bima kanu ya'malun. Kretë këto mirësi janë si shpërblim i veprave të mira që i kanë vepruar besimtarët në këtë botë. Allah Azza wa Jall me mirësinë e tij ju thot kjo është apo ky është shpërblim për veprat që i keni bërë ju në dynjë. Edhe pse na e dim që xhenetit Allah subhanahu wa taala s'ka mundësi me i dikush me veprat e tij. As pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. As kush nuk hyn aty vetëm me mëshirën e Allah subhanahu wa taala. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Kur të hyjnë në xhenet, besimtarët nuk knin asnjë fjalë të kotë, nuk shohin gjeste të kota, nuk shohin njerëz duke bëu gjunahe, s'ka më kësaj në xhenet. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Krejt çka dëgjojnë është illa qilan salaman salama. I dhënë selam njëri tjetrit, e përshëndetin njëri tjetrin, njihen të sigurt. Melekët i përshëndesin në robët e Allahut. Allahu xhalla xhelaluhu jep selam robëve të mirë. Do thonë çdo sen xhenet është paqe, siguri, lumturi, s'ka gajle, s'ka brenga, s'ka dhimbje, s'ka vdekje. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Pastaj Allah Azza wa Jall flet për këto tri kategori. Dhe tregon se çka ka nda për ta. Ashabul yamin tregum që janë këta njerëz cilët kanë bërë vepra të mira dhe Allahu i fut në xhenet. Ama nuk janë ata më të afërt të Allahut. Thot Allah, çka është puna e tyre dhe si është gjendja e tyre. Edhe me një formë thot lum për ta. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, edhe fillon me tregu se çka ka për ta. Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a. Thot që në ato xhenete të cilat i ka përgatitur Allahu për ta, që ndrojnë poshtë dronjve të cilat nuk kanë thera. Dronjë të cilat nuk kanë thera. Nëse afrohen njerëz afër pemës me marrë diçka, nuk kanë frikë sa po dëmtohen. Nuk kanë thera. Edhe kanë shumë fryte, domethënë ato pemë. Ku ka, thot Allah subhanahu wa taala, banane të cilat janë të renditura një mbi një. Banane të shumta të renditura një mbi një, edhe që ndrojnë në hije të gjata dhe të përhershme, cilat nuk kanë fund dhe nuk largon kurrë. E transmeton Buhariu, Allah mëshiroft, një hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna fil jannati la shajara. Me të vërtetë në xhenet është një pemë. Yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 sana. Njeri cili është i hipur për shembull mbi kale, një vit të plot ecë në hijen asaj pemës. Waqra'u in shi'tum, dhe lexoni nëse keni dëshirë, wa dhillin mamdud, fjalën e Allah në surën Al-Waqi'a, që për ta ka hije e cila është shumë e gjatë dhe shumë e madhe. Qëndrojnë pranë ujit i cili rrjedh për herë edhe nuk ndërprehet, edhe kjo është mirësi prej mirësive të xhenetit. Wa fakihatin kathira, dhe aty ka pemë të llojeve të ndryshme, cilat nuk mund me u numëru. La maqtu'atin wala mamnu'a, të cilat as nuk ndërprehen,
e as nuk janë të ndaluara. Nuk ndërprejnë si kur në dynja ka njerë kur është stina e verës nuk janë disa pemë, kur është stina e dimrit nuk janë disa pemë tjera. Po as nuk janë njerëzit ndalun prej tyre. Mujnë me pas qasjen to, mujnë qka dojnë me përësit ju vjen, në qfar do kohë, në qfar do mënyre. Nuk ka aty për shembull mos me pas mundësi financiare me blejnë një frët. Ose dikush me dalë me ta nxonë rrugën, ti mos me pas siguri me shku me marrë atë frët, ose qfar do mirësie tjetër prej mirësive të gjennetit. Wa furushin marfu'a, edhe në gjennet ka shtretër të lartë, mbi të cilët qëndrojnë besimtarët, xhenetlit, edhe i shikojnë mirësitë e tyre nga lart. I shikojnë mirësitë e tyre. Disa dietarë thonë që kjo wa furushin marfu'a është për qëllim ka gra të larta. Se fjala shtrat në gjuhën arabe ka njerë nënkuptohet që njerëz që të flajnë shtrat. Gra të larta, të cilat janë të lartësuar prej gjësendeve të pahishme ose që nuk ju pëlqejnë bashartëve tyre. Siç e kena përmendur surën Ar-Rahman, për shembull hajzi, cikli mujor, smundje të ndryshme nervoze kështu me radhë. Inna ansha'nahunna insha'a. Allah thot, këto grapo, këto hyrin xhennet i kemi kriju me një krijim të ri. Me një krijim të ri. Faja'alnahunna abkara, dhe ato i ka bëu Allah subhanahu wa taala virgjëresha. Dhe ato padyshim që janë me bukuri të madhe edhe që në moshë të re. Edhe virgjëria e tyre është e vazhdueshme. Uruban atraba, ato janë shumë të dashura për burrat e tyre dhe janë të një moshe të caktuar. Nuk plakën. Edhe në rastin e asaj grus kur ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë me bo dua për ta me hinë xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë që plakat nuk hinë xhenet. Dhe ajo u mërzit, ka fillu me qajtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu, i ka thonë shkoni tregoni se krejt gratë që hinë xhenet, hinë treja, nuk ka plaka në xhenet. Pastaj thot subhanahu wa ta'ala, krejt këto mirësi janë li ashabil yamin, për xhenetlit që e marrin librin e tyre, librin e veprave të tyre me dorën e djathtë. E këtu thot thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin. Në këtë xhennet ka shumë prej njerëzve të parë që kanë jetu afër pejgamberëve të tyre, afër shpalljes, që kanë pas iman më të madh normal se i kanë pa wahin të zbrit, kanë qelluar aty në kod wahid me pejgamberët e tyre. Po ka edhe një pjesë shumë e madhe e njerëzve të mëvonshëm, wa thullatun min al-akhirin, të cilët hynë atë xhenet. Pastaj Allah azza wa jalla flet për jo besimtarët. Thot wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Si është gjendja e tyre? Gjendja e tmerrshme edhe përfundim shumë i keq. Çka përjetojnë ata? Fi samumin wa hamim. Ata që ndrojnë në xhehenem në erëra shumë të nxehta. Wa hamim edhe në ujë, i cili është i përblum. Një prej dënimeve. Wa dhillin mi yahmum. Edhe rrinë në errësir apo në një hije nga tymi. E njeri zakonisht kur bëhet koha e nxehtë ka nevojë për një hije e cila është e fladetshme, rën njeri shlirë në hije. Edhe ka nevojë për ujë i cili është i ftoftë. Aty nuk japet hija e keqe me tym, edhe uji japet i nxehtë edhe dënohen në mënyra të ndryshme. La baridin wala karim. Nuk është kjo errësirë as e freskët as e këndshme. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Pse i ka dënuar Allah subhanahu wa ta'ala? Nga se ata, kur kanë qenë në këtë botë, Allah ju ka jep shumë mirësi, nga mirësit më të ndryshme, që i kemi secili prej neve, edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Edhe ata nuk i kanë falëndëru. Jo që nuk i kanë falëndëru, po dhe kanë bërë gjunahin më të madh. Thot Allah në vazhdim, wa kanu yusirruna 'ala al-hinth al-'azim. Edhe vazhdimisht e kanë bërë gjunahin më të madh që është shirku. Kanë pas ortak në adhurim Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yaqulun a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Kanë pyet duke i përqesh besimtarët, edhe duke mohu, a kur të vdesim ne, edhe të bëhem eshna, edhe të bëhem dhej, a që atëherë kena morin gjallë na? Kemi të regu shpesh herë që surat me ka se flasin për vdekjen, për ringjalljen, për llogaridhënien, nga se Allahu ka ftu Kurejsht me besu këto sene parimisht.
Pastaj në Medinë ka gjykime tjera halal dhe haram më shumë. Awa aba'una al-awwalun, a edhe baballar ton të parë edhe ata kanë urin gjallë, edhe këta kanë mohu. Kanë thonë hajt na, që po dejsëm tash, po ata që kanë dejtë për shembull para 1000 vjetë, para 2000 vjetë. Awa aba'una al-awwalun, thot Allahu jalla jalaluhu, qul innal awwalina wal akhirin. Thuaj o Muhammed, edhe të partit edhe të fundit, lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Do të bëhen bashkë dhe do të mbledh Allahu subhanahu wa ta'ala në një ditë ku kanë më shpërbly dhe kanë më llogari për gjithçka që kanë bërë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum. Pastaj jo besimtar të humbur dhe mohues, do të hani nga një pemë e zakumit. Kështu e ka thënë Allah subhanahu wa taala, e kjo është pemë që është pema më e keqe dhe më e shëmtuar e cila ekziston. Pema më e tmerrshme që mundet me pa dikush në herë. Thot Allah azza wa jall, tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Do këtë sikur se më kon kokat e shejtanëve. Këta jo besimtar kanë me hangër për kësaj pemës. Fruti i saj është sikur se më kon kokë e shejtanëve. Famali'una minha al-butun, jo që veç kanë me hangër për kësaj, po barqet e tyre kanë mi mbush me këtë pemë. Fasharibuna alayhi min al-hamim. E pas ngrënjes së kësaj pemë Allah na rujt, thot Allah xhalla wa ala, do të pini prej ujit të vluar. Një ujë që është i përvluar. Famali'una minha al-butun fasharibuna alayhi min al-hamim. Fasharibuna shurb al-him. Edhe keni me pi çaq shumë prej çati ujit, pa dëshirën e tyre normal, siç pin devet kur e qëtohen shumë, ose kur smuhen edhe smuhen me pi ujë për disa ditë, edhe pastaj pin për një herë shumë. Hadha nuzuluhum yawm-ad-din. Kjo është gostia e tyre, këto që ka përmenë Allah azza wa jall, ushqime edhe thuj për vlum, këto janë mirëseardhja edhe gostia me të cilën pritën këta jo besimtar në ditën e shpërblimit dhe të gjykimit. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Tash Allah azza wa jall i thot këtyre kurejshve, këtyre mekazve jo besimtarve, Allah subhanahu wa taala ju ka kriju juve. Pse ju nuk po i merrni si të vërteta lajmet e tij? Pse nuk po i pranoni? Edhe vjen me disa shembuj shumë të mirë dhe shumë të përafërt që secili i sheh me synin e tij, edhe don me i bind kurejsh, edhe don me i bind njerëz përgjithësi, me besu Allah subhanahu wa taala, me besu që ai i cili ju ka kriju për herën e parë, ju krijon edhe një herë pa problem, ju ringjall. Thot Allahu jalla jalaluhu, afara'aytum ma tumnun. A nuk po e shihni jo lëngun i cili del prej trupave tuaj? A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? A jeni jo që e krijoni atë lëng në trupin e burrit? Apo është Allahu xhalla xhelalu ai i cili e krijon? Cili është ujë? Diçka e vogël që do këtë që është pa vlerë. Po Allah azza wa jall kur e krijon këtë ujë, edhe bën bashkë me ujin tjetër gjinisë të kundërt, e krijon subhanahu wa taala një fëmijë në tapa të ndryshme, mas pari pe ujit, pastaj bëhet sikur gjak i ngjizur, pastaj forcohet, bëhet mish. E është edhe del një njeri, një krijimtari Allah subhanahu wa taala. Allah e pyet, a antum takhluqunahu, a ju e krijoni atë ujë, am nahnu al-khaliqun, apo ne e krijojmë? Nahnu qaddarna bainakum al-maut wama nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Allah thot, ne kemi caktuar ndërmjet jush vdekjen. Se cili prej juve ka me vdek me një moment cilin Allah ka caktuar para prakisht. E ai moment kur të vjen nuk ka mundësi as me ushtyje as me ngri. Allah thot, neve nuk ka kush që mund të na pengoj, as nuk ka kush që mund të shpëtoj, as nuk ka mundësi me qitë Allah azza wa jall që është i pafuqishëm. Nga se Allah ka mundësi që mi zëvendësu pamjet e këtyre njerëzve edhe krijimtarinë e këtyre njerëzve me pamje edhe me krijimtari tjera të cilat njerëz nuk i dinë. Ka mundësi Allah subhanahu wa taala kur don me zhduk një popull, mundet me zhduk plotësisht, mundet me kthy në kafsh, mundet me bëu me ta çka don, sepse Allah subhanahu wa taala vet i ka kriju. Wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun. Ju e dini krijimin e parë, cilin Allah ju ka kriju.
Atëherë pse nuk po përkujtoheni? Pse nuk po kujtoheni që ju s'keni qenë asgjë, e pastaj Allah subhanahu wa taala prej asgjëje ju ka kriju. Nëse njeri nalet dhe menon këtë fakt, që s'ka kush që e mohon, atëherë patjetër që ka me besu edhe krijimtarin për herën e dytë, apo ringjalljen që Allah subhanahu wa taala ja bën krejt njerëzimit. Pastaj flet Allahu subhanahu wa taala për të mbjellurat dhe ju thot: "Afara'aytum ma tahruthun?" Apo e shehni atë që ju po e mbillni. "A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" A nuk po meditoni rreth farave të ndryshme, të cilat ju po i hodhni në tokë? Edhe i pyet: a jeni ju ata të cilët i bëni ato fara me dal? Apo është Allah subhanahu wa taala i cili i bën ato me dal dhe më bë pemë dhe më rrit? Edhe me këtë shembull Allah subhanahu wa taala don me i kthjell këta kurajsh dhe njerëz të përgjithësi. "Law nasha'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun." Sikur Allah subhanahu wa taala të kish dashur, i kish thyr ato të mbjellura, edhe i kish katru. Edhe njerëz ishin habit se çu ka ordënimi i Allahut ka shpejt. Edhe kishin me thonë: "Inna lamughramun bal nahnu mahrumun." S'ka dyshim se ne kemi mbetë të dëmtuar, nga se investojnë njerëz shumë në të mbjellura, po jo vetëm aq, po thonë edhe kemi mbetë të varfër, nga se është pasuri e madhe të cilën e kanë investuar. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun?" Pastaj Allah i thret me meditu në ujin, cilën krejt njerëz të pinë. Edhe ju thot: a është Allah subhanahu wa taala ai i cili e zbret këtë ujë, apo jeni ju që e zbretni këtë ujë? A ka mundësi dikush me pas qef me rashi dhe me janis me rashi? S'ka mundësi. E ky ujë është prej argumenteve më të mëdha madhështisë të Allah subhanahu wa taala, përmes cilit Allah subhanahu wa taala i ka thirrë kurajsht edhe jo besimtarët në përgjithësi me besu. "Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." A nuk e shohin ata të cilët kanë mohu, jo besimtarët. Do të thonë Allah e bën shembullin për jo besimtarët. A nuk e shohin edhe nuk e dinë që qielli dhe toka kanë qenë një sen i përbashkët? Fafataqnahuma, pastaj Allahu xhalla xjalaluhu i ka nda ato. "Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Dhe prej ujit Allah ka bërë çdo sen me pas jetë. "Afala yu'minun?" A nuk po besojnë? Do të thonë Allah tregon që s'ka pas qiell i cili është si çati për tokën edhe lëshon ujë. S'ka pas përpara kur kanë qenë bashkë. Edhe s'ka pas tokë e cila ka prit edhe ka pi çat ujë, dhe pastaj prej çati ujit kanë dalë mirësitë Allah subhanahu wa taala. Allah me këtë shembull të ujit i thret ju besimtarët në besim. "Law nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun." Sikur Allah subhanahu wa taala kish dashur e kish bërë këtë ujë shumë të njelmt, sa që njerëz kishin mund me përfitu prej tij. As për pije, as për ujitje. "Falawla tashkurun", atëherë pse nuk po falënderoni Allah subhanahu wa taala që ka bërë ujin kaq të mirë edhe kaq të freskët edhe kaq të ftoftë. "Afara'aytumun nara allati turun", a nuk po e shihni, a nuk po meditoni rreth zjarrit të cilën ju po e ndezni? "A antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un?" A jeni ju ata të cilët e keni kriju pemën edhe përmes saj e ndezni? Në atë kohë kurajshtë kanë pas dy lloje të pemëve, të cilat i kanë fërkuj, i kanë godit njëra me tjetrën dhe ka dalë zjarri. Do të thonë, a jeni ju ata të cilët i keni kriju drungt me të cilën ndizet ky zjarr, apo është Allah subhanahu wa taala i cili me mëshirën e tij dhe me kujdesin e tij ka kriju ato? Siç thotë në surën Yasin: "Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara." Është ai i cili prej pemës, prej drunit të gjelbërt e bën edhe krijon zjarrin. "Fa idha antum minhu tuqidun", e ju pastaj merrni ata dhe ndezni. "Nahnu ja'alnaha tadhkira." Allah thot, ne kemi bërë zjarrin për kujtim, që njerëz kur e shohin zjarrin këtë botë, me kujtu zjarrin e xhehenemit, edhe me u pendu te Allah subhanahu wa taala dhe me meditu, me mendu që me u përmirësu. "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin
Dhe po ashtu e ka bërë Allahu këtë zjarr mirësi dhe përfitim për udhëtarët, cilë në kohë të lashta kanë udhëtuar në përshkretira, edhe kanë pas nevojë për zjarr, s'pari me unëze, edhe me ju bo dritë, edhe me urujt me ta prej e gërsirave që kanë qenë, po ashtu edhe me pjek apo me zi ushqim ta. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Pas këtë këtyre shembujve të tauhidit, kthehet Allah subhanahu wa taala dhe ju thot njerëzve që veç Allah është ai i cili meriton adhurimin. Atëherë ktheuni në adhurimin e tij. Dhe ju thot fasabbih, lartësojeni bismi rabbika al-azim, emrin e Allahut i cili është madhështor. Transmeton Abu Davudi rahimahullah në sunenin e tij një hadith nga Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, i cili thot kur ka zbrit fjalë Allah subhanahu wa taala fasabbih bismi rabbika al-azim, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Thuajeni këtë ajet apo këtë dua apo këtë dhikr në ruku, kur të bini në namaz. Edhe na sot namaz çka thon? Subhana rabbiyal azim. Ndërsa kur ka zbrit thot sabbih isma rabbika al-a'la, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Thuajeni këtë dhikr në sejdë. Fala uqsimu bimawaqi'i an-nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Allahu betohet në shuarjen apo perëndimin e yjeve. E kemi pas të surja An-Najm, wan-najmi idha hawa. Pasha yllin i cili bjen. Allah azza wa jall do të thonë betohet në yjet. Nga se shumë prej jo besimtarve edhe atëheri kanë adhuru yjet, edhe kanë mendu që yjet kanë të bojnë diçka me rrezikun e tyre, me shijen ose me diçka ngjashme. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ai betim është shumë i madh te Allahu azza wa jall, sikur ta dini ju. Innahu laqur'anun karim. Pse betohet Allahu azza wa jall? Thot se Kur'ani, fjala e tij, është një fjalë shumë e çmuar. Kur'ani është shumë bojar dhe shumë fisnik. Nga se njeri në çdo mënyrë përfiton prej tij. Përfiton prej leximit të Kur'anit, prej mësimit të përmendsh, prej punës me ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qara'a harfan min kitabillah", kush do që lexon veç një harf në shkronjë për librit të Allahut subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasana. Ai ka një të mirë. Wal hasanatu bi 10 amthaliha. Edhe njëri për një të mirë shpërblet me 10. La aqulu alifun harf, la aqul alif lam mim harf, nuk po them se këto tre shkronja alif lam mim janë një harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Secila shkronjë alif lam mim, secila prej këtyre shkronja është harf në veti. Edhe veç për alif lam mim njeri ka 30 shpërblime të Allahu subhanahu wa ta'ala. Fi kitabin maknun. Thot Allahu që ky libër Kur'ani është i ruajtur në një libër tjetër i cili është i ruajtur shumë mirë, dhe që është al-lawhu al-mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dhe atë libër nuk e prek dikush tjetër përveç melekëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Është i ruajtur prej ndryshimit dhe është i ruajtur prej durve të njerëzve ose të gjendve ose dikuj tjetër. Tanzilun min rabbil alamin. E ky Kur'an është i zbritur prej Zotit të botrave. Allah subhanahu wa ta'ala për këtë Kur'an thot: "Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa la sawfa tus'alun." Ky Kur'an, ky dhikr është nder edhe krenari për ty o Muhammed, edhe për popullin tënd. Wa la sawfa tus'alun, dhe keni mu pyet për Allah subhanahu wa ta'ala për këtë Kur'an. Edhe ne kena mu pyet për Allah subhanahu wa ta'ala për këtë Kur'an. Spari për falenderimin e Allahut për Kur'an që e ka shpallë, po edhe për punën sipas Kur'anit. Për krejt këto Allah subhanahu wa ta'ala ka më në pyet. Tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadha alhadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Allah thot këtë Kur'an ju nuk po e besoni, po e mohoni, po e përgënjeshtroni o ju mushrik,
Edhe në vend se me falenderu Allah subhanahu wa ta'ala për këtë Kur'an, ju po e falenderoni duke bo shirk. Kur dikush ta bën një të mirë, qoftë edhe prej njerëzve, prej sunetit është mi thonë falenderit, ose mi thonë Allah shpërbleft, ose mi akthimi ma të mirë. Po Allah subhanahu wa ta'ala, ata jo që janë talë, po edhe kanë bo shirk. Falaula idha balagatil hulqum. Allah subhanahu wa ta'ala tash flet për vdekjen e njerëzve, edhe vdekjen e kufarëve. Edhe thot, kur t'ju mrin aty në shpirtin fët, wa antum hina idhin tanzurun, ndërsa jo që jeni përreth ati i cili është duke vdek, tanzurun, veç e këshirni. Nga se s'keni mundësi me i ndihmu diçka. Wa antum hina idhin tanzurun, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, walakin la tubsirun. Në ato çaste, në ato momente, Allah thot, ne jemi më afër ti, më afër se sa ju që jeni përreth ti t'ulur, por se ju nuk shikoni edhe nuk shihni. Është për qëllim që Allah është më afër atyre njerëzve me dijen e tij, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me forcën e tij. E po ashtu është një kuptim tjetër që melekët e Allahut janë më afër se sa njerëz. Nga se Allah azza wa jalla i dërgon melek që me marr shpirtin. Siç thotë në surën Al-Qiyamah, kalla idha balagat at-taraqiya wa qila man raq. Kur vjen shpirtin fëtë dhe thonë njerëz për rreth, kush po i bën rokje çtina, kush mundet mindimu diçka, më jep ndaj ilaç me kfill. Wa dhanna annahu al-firaq, ndërsa ai bindet se ka orëndarja. Wal taffati as-saqu bis-saq, edhe bashkohen dy vështirësi të mëdha. Vështirësia e ditës të fundit të kësaj bote edhe vështirësia e ditës të parë të ahiretit. Ka vujtje të mëdha se po i del shpirti, po ka dhe vujtje të mëdha që fillojnë në ditë. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Shkuarja në ditë është tek Zoti i Muhammed. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allah i thot, nëse kjo çështje është ashtu, çush keni pretenduar jo dhe çush keni menduar jo që nuk keni me urin gjallë, atëherë edhe nuk keni me marrë në llogari, atëherë kthejeni shpirtin e atij njeri që po i del shpirti, in kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtetë dhe të sinqert në atë që po e thoni. Dhe në fund surës Allah subhanahu wa ta'ala flet për këto tri lloje të njerëzve, ku fillon mas pari me njerëz më të afërt. Fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Thotë që këta muttaqint, muqarrabint, sabiqint, njerëz më të afërt Allah subhanahu wa ta'ala, për ta ka rahati pas së cilës nuk ka lodhje, edhe ka gëzim edhe mëshirë, edhe ka furnizim të mirë edhe të kënaqshëm, edhe ka erë të mirë. Wa amma in kana min ashabil yamin, nëse ky njeri është prej të djathëve, edhe këta, domethënë xhenetli, që kanë bërë punë edhe vepra të mira, fa salamun laka min ashabil yamin. E ka më shumë ndoshta se një kuptim. Një kuptim është që mos u shqetëso për ta, nga sa ata në begatin, qetësinë, rahati, në siguri. Edhe kuptimi tjetër që kanë selam, domethënë ju thuhet aty në selam. Përshëndetjen mes vetë me selam, me lekti përshëndesin me selam, e kështu me radhë. Wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin. Nëse ai njeri është prej njerëzve që kanë mohu, edhe kanë qenë të humbur, s'kan dashur me pranu udhëzimin, fa nuzulun min hamim. Gostia dhe mirësardhja e tyre është uji i përvluar. Wa tasliyatu jahim, dhe kallja me zjarr të xhenemit. Inna hadha lahu haqqul yaqin, me të vërtetë kjo është e vërteta, e sigurt, edhe e bindshme, në cilën nuk ka as edhe një dyshim. Kretë kjo që u thënë surën Al-Waqi'a, po edhe Kur'ani përgjithësi është e vërtetë. Lahu haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah azza wa jall e përmbyll këtë sure me ajetin fasabbih bismi rabbikal azim, me bëu tasbih Allahun edhe mu fal për Allahun subhanahu wa taala, i cili është madhështor.
Dhe po e vërejmë që ky ajet është përmend 2 herë në surën Al-Waqi'a. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton prej tij Abu Huraira radhiyallahu anhu, dhe transmeton Buhariu në Sahih, kalimatani khafifatani ala al-lisan. Janë 2 fjalë që janë shumë të lehta për gjuhën e njerit. Thaqilatani fil mizan, të cilat janë shumë të rënda në peshore. Habibatani ila ar-Rahman, që janë shumë të dashura për të gjithë mëshirshmin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ato janë tasbih, me bot tasbih, me madhrua dhe me lartësua Allahun azza wa jall prej gjithë shkafit që nuk i takon. Subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi. Me kaq përfundon tafsiri i surës Al-Waqi'a. Lutem Allah subhanahu wa ta'ala që të na bëjë dobi për asaj që u lexua dhe u tha. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.